Rënja me tregues në. Kemi parë deri tani rënjën me tregues 2. Do ta shikojmë rënjën me tregues në numër natyror. Marrim rastin e parë kur numri është jo negativ. Si shembull, po marrim rënjën me tregues 3 të tetës. Kjo shkruhet 2 sepse 2 në të tretë është i barabartë me 8. Atëherë japim për kufizimin. Për çdo numër në natyror, rënja me tregues në e as është një numër b, nëse b në fuqi n është e barabartë me a. Po të zvendësojmë b-n me rënjën me tregues në të as, b në fuqi n na jep a. Pra rënja me tregues në e as në fuqi n është e barabartë me a. Rënja me tregues 3 e 64 është 4, sepse 4 në të tretë 4 er 4, 16, er 4, 64. Rënja me tregues 4 e 16 është 2, sepse 2 në të 4 jep 16. Rënja me tregues në e njëshit është 1, sepse njëshi në çfarë do fuqie jep 1. Edhe rënja me tregues në e zeros është 0, sepse 0 në fuqi në çfarë do fuqie jep 0. Rënja me tregues 3 e 27 është 3, sepse 3 në të tretë jep 27. Rënja me tregues 4 e 81 është 3, sepse 3 në fuqi të 4 jep 81. 3 në të dytë jep 9, në fuqi të dytë 9, 81. Vetit një lloj siç kemi parë për rënjën katrore janë dhe këtu. Kur aja është pozitive, b-ja pozitive, rënja me tregues në e as e rënja me tregues në e bes, futen në rënjë me tregues në dhe kryet prodhimi. Pra, prodhimi i rënjëve me rënjën e prodhimit. Rënjët janë me tregues të njëjtë, futen po në atë rënjë me atë tregues. Rënja me tregues në e as përmbi rënjë me tregues në të bes, jep rënjën me tregues në të a përmbi b. Rënja me tregues në e rënjës me tregues me është rënja me tregues në er më i as. Po shikojmë disa shembuj. Rënja me tregues 3 e 16-s, ne këta nuk e nxjerrim të gjithë nga rënja, po e shkruajmë 8 herë 2, 16, rënja kubike e 8-s, her rënja kubike e 2-shit. Rënja kubike e 8-s jep 2, rënja kubike e 2-shit. Pra përdorëm vetin e parë. Rënja me tregues 3 e 1/27, rënja me tregues 3 e njëshit, përmbi rënjën me tregues 3 të 27, rënja me tregues 3 e njëshit jep 1, rënja me tregues 3 e 27 jep 3. Këtu kemi nxjerrjen e rënjës së rënjës, shumëzohen 2 treguesit. 2 ku nuk shkruhet është 2. 2 er 3, 6, rënja me tregues 6 i 5-s. Rënja me tregues çift e një numri negativ nuk ka kuptim, nuk ekziston në bashkësinë e numrave real, sepse asnjë numër pozitiv apo negativ po ngrit në fuqi çift jep numër pozitiv. Pra nuk ekziston rënja me tregues 4 e -16-s, rënja katrore e -4-s. Rënja me tregues tek e një numri negativ është numër negativ. Qofse aja është pozitive, rënja me tregues në e minus as, del minusi përpara dhe nxirret rënja me tregues në e as, ku neja është numër tek që mund ta shkruajmë 2k minus 1. Rënja me tregues 3 e -8-s nxirret minusi përpara, rënja me tregues 3 e 8-s është 2, del minus 2. Edhe këtu minusi del përpara, rënja me tregues 5 e njëshit është 1, del minus 1. Ja të shikojmë zbatime në disa ushtrime. Njësoni, rënja me tregues 5 e njëshit është 1, thamne, me çfarë do treguesit, tek apo çift e njëshit është 1. Rënja me tregues 4 e zeros është 0,
Rrenja me tregus 5 e 32-shit është 2, sepse 2-shi në të 5 jep 32. Rrenja me tregus 3 e 1 të 64-s ndahen, rrenja e 1-shit është 1, rrenja kubike e 64-s është 4. Kjo mund të shkruhet si rrenja me tregus 3 e 1 përmbi 1000. Shikoni, kemi 3 shifra mbas zeros, del 1 rrenja kubike e 1000 është 10, ose del 10 në fuqi minus 1, ose lërini 1/10, ose 0.1. Minusi del përpara rrenja kubike e minus 27-s, rrenja kubike e 27-s, baras me minus 3. Edhe këtu minusi del përpara, rrenja kubike e 1-shit është 1, e 8-s është 2. Këtu del minusi përpara dhe e bë më lartë që dilte 1/10. Minus 1/10. Cili është numri r në rast se r në fuqi të 4 jep 81. R-ja në të 4 e barabart me 3-shi në fuqi të 4. Pra r-ja është e barabart me 3, sepse 3-shi në fuqi të 4 jep 81. Edhe këtu r-ja në të 3, 5-a në të 3 jep 125, r-ja del 5. R-ja në të 3 baras me 1/2 në të 3. R-ja baras me 1/2. Cili nga ekuacionet e më poshtëm nuk ka zgjidhje? X-i në katror është 4, x-i baras me rrenjën e 4-s, që ka kuptim, marrim me 2. Rrenja me tregus 4 e 8-s, prap kemi rrenja me tregus qift e një numri pozitiv, po. Tu x-i del rrenja me tregus 4 e minus 1-shit. Jo, kjo nuk ka kuptim, sepse kemi rrenjën me tregus qift e një numri negativ. X-i në të 3, minus 8 x-i, rrenja me tregus 3 e minus 8-s, po, ka kuptim, x-i del minus rrenja me tregus 3 e 8-s minus 2. X-i në 3 baras me 0, x-i rrenja me tregus 3 i 0-s, që është 0, dhe x-i del i barabart me 0, ka kuptim. Pra, kur kemi të bëjmë rrenjë me tregus qift e një numri negativ nuk ekziston. Nxirni faktor nga rrenja. Rrenja kubike e 24-s shkruhet 3, 8 herë 3, 24. Rrenja kubike e 8-s herë rrenjën kubike të 3-shit. Rrenja kubike e 8-s është 2, rrenja kubike e 3-shit. Rrenja me tregus 4 e 80-s shkruhet 16 herë 5. Rrenja me tregus 4 e 16-s herë rrenjën me tregus 4 të 5-s. Baras me rrenja me tregus 4 e 16-s jep 2, rrenja me tregus 4 e 5-s nuk del nga rrenja, është faktor brenda rrenjës. Minusi del përpara. Rrenja kubike 8 herë 2. S'ka nevojë të ndajmë tani, bëjmë mend veprimet. Rrenja kubike e 8-s është 2, 2-shi nuk del faktor nga rrenja, rrenja kubike e 2-shit, minus 2 rrenja kubike e 2-shit. Këtu e shkruajmë rrenja kubike e 8 herë 2 përmbi rrenjën kubike të 27-s. Rrenja kubike e 8-s herë rrenja kubike e 2-shit, rrenja kubike e 27-s jep 3. Rrenja kubike e 8-s jep 2, 2-shi nuk del ngelet faktor brenda rrenjës, pra del rrenja kubike e 8-s 2, rrenja kubike e 2-shit përmbi 3.
të e ndajmë. Rënja me tregus 4, 162 shkruhet 81 herë 2, përmbi rënja me tregus 4 e 16-ës. Rënja me tregus 4 e 81-shit jep 3. Rënja me tregus 4 e 2-shit, rënja me tregus 4 e 16-ës jep 2. Minusin e nxjerrim përpara. Gjithmonë kur kemi rënjë me tregus tek, minusin nxirreni që mos t'ju ngatroj. 3, 20 shkruhet 8 herë 5. Minus, rënja me tregus 3 e 8-ës jep 2. Rënja me tregus 3 e 5-ës, 5-a nuk del nga rënja. Minus 1, rënja kubike 1-shit 1, kjo shkruhet rënja me tregus 3 e 16-a 8 herë 2. 8-a del nga rënja, minus 1 përmbi 2, 8-a, rënja kubike e 2-shit. Këtu për të zhdukur rënjën nga emëruesi, shumëzojmë me rënjën kubike të 4-ës. Rënja kubike 4-ës baras me minus 1 rënja kubike e 4-ës përmbi rënja kubike e 2-shit. E rënja kubike e 4-ës del rënja kubike e 8-ës që jep 2, 2 herë 2, 4. Pra, për të zhdukur rënjën nga emëruesi, kur nuk e kemi rënjë katrore, nuk e shumëzojmë me vetveten, po e shumëzojmë me rënjën kubike të një numri që duke u shumëzuar të 2, të dali nga rënja. Rënja me tregus 4 e rënjës me tregus 3 të 5-ës shumëzohen tregusit 3 herë 4, 12 e 5-ës. Edhe këtu shumëzohen 3 herë 5, 15, rënja me tregus 15 e 2-shit. Rënja me tregus 3 herë 4, 12 e 1-shit që është 1. Këtu rënja me tregus 5 herë 2, kjo është bërë marrëveshje që është rënja katrore, nuk vendoset indeksi, është 2, 5 herë 2, 10 e 7-ës.